nga një fushat e zjarrt tek një titull. Besoj që titullit nuk e mungoj, edhe do të vazhdojnë sërish. Absolutisht, shpresojmë të vazhdojmë kështu edhe në të ardhmen. Ishte një ndeshje që të them drejtën e prisnim rezultatin, nuk është se ishte ndonjë surprizë, kishim bërë edhe përgatitjet për festimet, por gjithsesi si çdo titull ka emocionet edhe kënaqësinë e vet, kështu që ne i mirëpresim titujt dhe do t'i mirëpresim edhe në vitet në vijim. Në politik e provuar shancin tuaj, por duket që tek vllaznia jeni më suksesshëm. Ergjean që ndoshta e bëni më mirë. Them drejtën, janë dy fusha komplet të ndryshme që sa do të punosh, pjesa e rezultatit pastaj, sidomos në politik, varet nga të tjerët, nuk varet më nga ne, po varet nga të tjerët. Kurse në pjesën e sportit, kushdo që punon shumë fort, në fund shanset janë shumë të larta që t'ja dalin. Kështu që nuk mendoj që ky është vetëm sukses jemi, por është sukses i pikësparit i vajzave, i punës pa lodhshme të vajzave, i stafit teknik dhe i stafit drejtues. Në vite të ndryshme, kundërshtar të ndryshëm kanë provuar ta ndalin vllaznin, por nuk po e ndalin. Cili është mesazhi për kundërshtarët? Unë du t'i konsideroj si konkurrent, sepse në fundit konkurenca është shumë e mirë, edhe përsa i përket pjesëmarrjes tonë pastaj në Europë, rezultatet do të ishin shumë herë më të larta tona në rast se do të kishim konkurrencë të fortë në Shqipëri dhe shpresoj që në vitet në vijim konkurrenca e drejtë, fair play të shtohet në Shqipëri, jo nëpërmjet mënyrave të tjera që kemi pa vitet e fundit, por të paktën fair play të shtohet dhe në fundit i shërben për mirë sportit shqiptar, jo vetëm vllaznisë. Mesazhi im për klubet dhe ekipet e tjera është vazhdojnë punojnë fort, sepse sikurse vllaznia, po këtë herë edhe Partizani është ekipi i dy që do të na përfaqësojnë në Shqipëri, pra përveç vllaznisë që do të jetë direkt automatikisht duke qenë se jemi kampion, shanset për ekipet shqiptare po rriten për të marrë pjesë në Europë, kështu që këto janë mundësi shumë të arta që le të themi vllaznia e shtroi rrugën për tjerët. Sportarësi mendojnë që vllaznia duhet fokusohet tek Europa, sepse natyrisht në Shqipëri duket që nuk ka kundërshtar. Çfarë presin? Do të përsërit ndonjëherë ëndra e kualifikimit në grupet e Champions League? Për momente nuk mund të themi asgjë, sepse as shorti nuk është hell, është shumë çështje fatit, ti e din shumë mirë se si është pjesa e shorteve, por që ne do të bëjmë maksimumin për anës tonë, me merkaton që do të fillojë në qershor, dhe me fazën përgatitore të vajzave që të marrin maksimumin e kësaj paraqitje në Europë.